Nga Elbasani, ku prezantoi kandidatët e tij për deputet, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se edhe pas 12 viteve në pushtet kërkon të marrë mandatin e 4 me mashtrime. Edi Rama përsëri bën bandillin, del para shqiptarëve me serialin e mashtrimeve. Nuk flet për program, ai gafoi duke krahasuar mua me Bufin. A duhet vendi të ketë një opozit? Apo duhet të ketë një lolo opozit si që bën sot Basha me Ramën? Kandidatët e vënë në rresht pas tij, mes të cilëve edhe ata të Partisë së Lirisë, i quajti përfaqësues dinjitos, ndërsa kandidatët e PS-s të zgjedhur nga krimi. Ne vim këtu me këtë ekip, i njohur për ju dhe asnjë anonim. Deputetët e krahut tjetër janë përzierje Ndrageta Çela. Janë kandidat të krimit qeveritar, të krimit ordiner, të krimit mafjes. Por teksa Berisha fliste në podium, deputeti aktual i Elbasanit Dashnor Sulaj, që ndonse më i votuari në primare, u la jashtë listës, i kujtoi kryedemokratit se kalon pa përfaqësuar në lista qindra e mira qytetarë të Elbasanit. Diskriminimi dhe përçmimi që u është bërë demokratëve dhe votuesve të zonave rurale në qarkun e Elbasanit, duke mos i përfaqësuar me emrin në listë të mbyllur, nuk janë të vetme probleme në listë të kandidatëve të PD për deputet. Kryemagjistratët e listave të PD e kthyen statutin e Partisë Demokratike në letër bakalli. Votat e demokratëve shndërruan në hi, që zhduket pa lënë gjurmë. Demokratët e fshatrave i braktisën, po ashtu edhe demokratët e komunitetit të krishterë. Disa javë më parë Partia Demokratike u përfshi nga përplasje për listat e kandidatëve për deputet në këtë qark, me disa të zhgënjyer që folën edhe publikisht, ndërsa të gjithë deputetët aktual të Elbasanit u lanë jashtë garës. Në 2021 Partia Demokratike mori 6 deputet përkundrejt 8 të socialistëve, ndërsa fushata u përgjak vetëm pak ditë para zgjedhjeve, kur përplasja mes grupit armatosur të mbrojtjes së votës së PD-s me eksponent të Partisë Socialiste çoi në vrasjen e Pierin Xhuvanit.